Siç mësuam, ky organizim ka për qëllim sensibilizimin e të gjithë qytetarëve pa dallim, lidhur me këtë sëmundje. Prandaj në këtë turne janë ftuar qytetarë nga 7 qendrat e mëdha të Kosovës. Një turne i hapur i pacientëve me diabet në sportin e ping-pongut. Dhe kjo ka qenë do të thotë hera parë që ne kemi dashur do të thotë që ta promovojmë aktivitetin fizik si ndër pikat kyçe në trajtimin e sëmundjes së diabetit. Pjesëmarrja domethënë vjen prej gjitha qyteteve më të mëdha të Kosovës. Pjesëmarrësit u shprehen mirënjohës me iniciativën e ndërmarrë nga organizatorët gjakuvar. Unë edhe vetë personalisht e kam problemin e diabetit. Për ping-pong ndjem pak e entuziazmuar, nuk kam luajtur ndonjëherë, por shpresoj se mund edhe të fitoj. Pjesëmarrja është super. Organizimi super, admirojmë i Prizrenit. A të pëlqen ping-pongi, a luajnë? Po, luaj kështu, a dish, s'poli aktivisht, që ashtu, për shembull, me ato për diabetik. Në kuadër të këtij turneu të zhvilluar në sallën e sporteve Shaninushi, pjesëmarrësit u pajisën me aparatura glikometër, të cilat shërbejnë për matjen e nivelit të sheqerit në gjak.